Nuk mund e përmenu atë nasi shpirtnore që ata e ndin kur, të gjafa gjunubum anil madajia. I lojnë shtretit e qonë më falë apëtën, një të unë e rabdhëm. Kër e len shtratin për Allahun, e len grëtsin, e len knatsin, edhe për Allahun qosh, s'ka knatsin me madhë apëtën. Andaj që kjo gjeni dënjas, kër njerëzit përmendin dikën, kush ka mundësi minimu, e mi u gjinë, e ti thush, la hawla wa la quwwata illa billah, apëtën. S'ka mundësi me rrugjenin kush pas Allahu xhallahu ala. Ti e përmend Allahun te barekota, a nuk qetësot zemra? Njerëzit përmendin gjithë çka ngujt aty në këtë atë ti thush la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Ç'kjo gjeni dunjas, domethënë. Gjeni të dunjas është kur njeri futet në dunjan e adhurimit, po them kushtimisht, me ç'është dunja ala. I parulën vetëm Allahu te barekota. I nërthuar vetëm atij. I kthyer vetëm ka Allahu xhalla xhelalu. I bëhet dunjaja për vetëm një korridor për xhenet. Ai rresh në xhenet tokon. Për sa besimtari e dëshiron takimin me Allahun te barekota. Jo vdekja si proces, nga sa i ka qef me zgjat jeta që të shtohen mirat, apo por jo vdekja si proces që ndodh. Nuk e don besimtari vdekjen. Nuk e kërkon besimtari vdekjen. Ka se s'ka çka më kërkuaj vetëm me caktim të Allahu xhallahu ala. Por a përmallohet besimtari me taku Allahun xhallahu ala? Po Allah. Përmallohet. A ka dëshirë besimtari me taku Allahun? Po ka dëshirë me taku Allahun. Pse? Për shkak se kjo që është këtu, do çfarë knatësie. Paranoja atje që është atë. Që kjo është xheneti i dunjas. U tfadkhuli jannati. Hen xhenetin tëm. Ç'ky vend çto xheneti Allahut azza xal. Ku mësohet fjala e Allahut, fjala e pejgamberit. Në xhenet jem, elhamdulillah. Në xhenet më të mirë në dunjë s'ka aftë. Se me ngu fjalët e Allahut, përzimet e Allahut xhallahu, udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Plum ty për çfarë po ngani? E ata që në vende të ngjashme, ku do qofshin botë, sikur se këtu ne, sikur se këtu. Ç'kjo xheneti i Allahut? Fadkhuli, hyn xhenetin tëm. Hyn në botën e dëgjimit të fjalës tëm, të udhëzimeve të mia. Kënaqë shpirtin në zemrën, ushqeja me atë që e qetëson zemrën, qetojnë konceptet që e qetësojnë zemrën. Ç'kjo xheneti i dunjas, Allahu. Hyn në adhurim, hyn halal, ikpi haramit, halal në xhenetin e dunjas, jo harami atë. Udhëzimi dhe adhurimi janë xheneti i Allahut, jo mëkati dhe shënimi. Ç'kjo xheneti? E kush hyn këtu? Të ndozë, padyshim se kënaqet dhe ka thonë mas asaj që përmend Ibrahim Edem ka thonë, nëse qështu të kënaqen rap në xhenet, ka gjapun miri paskan. Subhanallah. Qështu të në dunja ka thonë, para në qëfar fuqie të kënaqësi shpirtnore ka pas, sa që çaja gjendje për te ka qenë e mjaftueshme që ashtu me kone dhe xheneti precis. Paramenaj këtë gjendje ka që të naltë të fisnikrimi shpirtnor e të qetësisë së zemrës dhe shpirtit. Paramenaj, ka thonë, لو كان أهل الجنة فيما نحن عليه إنهم لفي عيش طيب. Ka nësa ata që shpërnojmë na, ka gja mirë përnojshin, banor e gjenetit duke konë dunjabët. Që kjo është fedkhuli fi ibadi, hën të rabë të mi, fedkhuli gjenneti, hën gjenetin të amapën.